Një skemë e dyshuar për tjetërsimin e pronave në Durrës ka çuar në caktimin e masës së sigurisë ndaj 12 personave dhe sekuestrimin e 53 metrave katror tokë. Hetimi i zhvilluar nga prokuria e Durrësit ka zbuluar dyshime për falsifikim dokumentash dhe regjistrim të palishëm të pasurive, ndërsa persona në hetim akuzohen për vepra penale të mashtrimit, falsifikimit dhe dokumenteve të shpërdorimit të detyrës dhe pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Sipas hetimeve, procedimi penal nisi pas problematikave të konstatuara gjatë inventarizimit të regjistrave hipotekor në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës në Durrës, ku krijuan dyshime se dokumentacioni i pronave ishte manipuluar. Prokuria dyshon se disa persona privat në bashkëpunim me punonjës të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës kanë falsifikuar dokumente për regjistrimin e pasurive. Sipas dosjes hetimore, dokumentet e falsifikuara janë futur në arkivën e ish ASHK-s Durrës, duke marrë numra referencë në disa raste dhe të dupluar, dhe më pas janë pasqyruar në regjistrin e pasurive të paluajtshme me data regjistrit të ndryshuara. Nga hetimet rezultojnë gjithashtu se disa punonjës të kadastrës dyshohet se kanë regjistruar prona mbi bazën e këtij dokumentacioni të falsifikuar, duke mundsuar kalimin e tyre në favor të personave të përfshirë në skem. Me vendim të gjykatës, masa arrest në Burg është përcaktuar për Ramazan Sheshin, Adrian Konën, Bledar Zerbën dhe Erovin Zeqajn, ndërkohë 4 persona të tjerë janë lënë në masën e arrest në shtëpi, ndërsa 4 të tjerë janë vendosur në masën detyrim paraqitje. Hetimet vijojnë për dokumentuar plotësisht mekanizmin e dyshuar të tjetërsimit të pronave dhe përgjegjësinë penale të personave të përfshirë në këtë procedim.